Krye socialiste Edi Rama ka siguruar një fitore të thellë në zgjedhjet parlamentare duke marrë një shumicë që i garanton mandatin e radhës dhe e kthen atë në liderin më jetëgjatë të Shqipërisë Demokratike. Është përvoja më përulëse e jetësime dhe vjen në një moment historik për Shqipërinë, si një shtet antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, thot Rama për Politico, i cili premtimin për antarësim në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 e bëri një aspekt kyç të fushatës së tij. Partia Socialiste duket se ka siguruar një shumicë dërmuese me 82 vende në parlament, shumë më tepër se 71 të nevojshme për të qeverisur e vetme në parlamentin me 140 vende. Edhe pse Shqipëria ka një sistem shumë partijak, pushteti në fakt është alternuar midis dy forcave kryesore, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të qendrës së djathtë, që nga rënja e komunizmit në fillim të viteve 90. Fakti që demokratët morën Krisla Civitan, një konsulent i fushatës republikane, i cili organizoi fitoren rikthyese të Donald Trump në zgjedhjet amerikane të vitit 2024, nuk dukej se shqetësoi Ramën. Të punësosh la Civitan dhe të mendosh se mund të bëhesh Trump është si të punësosh një parukier në Hollywood dhe të mendosh se do të bëhesh Brad Pitt, thot Rama. Ai vuri në dyshim demokratët për besimin se vetëm pse dikush punonte për Trumpin ai mbart një lloj fuqie magjike të Trumpit në shoqëri, sidoqoftë ishte një komedi që ja vlente ta shihje. Votat ende po numërohen dhe rezultatet e plota paraprake priten në vijim, por me mbi 85% numëruar rezultati nuk ka gjasa të ndryshojë ndjeshëm. Kryeministri, i cili është shumë aktiv në mediat sociale, e kaloi pjesën më të madhe të SHN-s duke postuar nga shtëpia e Europës në Tiranë, ku përgatitjet janë në kulmin e tyre për samitin e Komunitetit Politik Evropian, që do të mbahet gjatë kësaj jave. Është një nder i madh, të mirëpresim të gjithë kontinentin ton demokratik në Tiranë, përfshir Ukrainën dhe mikun tim të dashur Volodymyr Zelensky, thot Rama. Ndërkohë demokratët, të cilët kanë siguruar rreth 52 vende në parlament deri më tani, hodhën fajin për rezultatin asaj që e quajtën kontroll të rrënjosur të Partisë Socialiste mbi institucionet dhe përpjekjet të dyshuara për të ndikuar te votuesit, thot artikulli Politico. Nëse 10 mijëra njerëz punësohen në kombim të votës së tyre, nëse qendrat e votimit janë të rrethuara nga besnikët e partisë nga të gjitha anët, atëherë ne e dim se si t'i quajmë këto zgjedhje, thot Berisha. Duke shpresuar të organizojë një rikthim politik të ngjashëm me rikthimin e Trump në vitin 2024, PD angazhoi strategun e fushatës së Trumpit, la Civitan. Ky fundit i përforcoi pretendimet e Berishës për manipulim zgjedhjesh në një postim në X, duke ndarë një raport nga syri të vënë në lidhje me një zyrë të dyshuar për blerje votash të Partisë Socialiste të vendosur pranë një qendre votimi në Tiranë, ja si duket vjedhja e votave në Shqipëri me mirësjellje të narkoqeverisë së Edi Ramës, thuhej në postimin e la Civitas. Misioni i monitorimit të zgjedhjeve i Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Europë thot se zgjedhjet u zhvilluan në një mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente, por vuri në dukje se qëndrimi i gjatë i Partisë Socialiste në qeveri krijoi një avantazh të padrejtë në pushtet.